nuk ka burnerët, i parimit që është i stopit, i ashtë mas blijen, nuk ka burnerët. Dhe kaptot janë to. Njëra është në Rio, të cilët u përziva herën e parë për t'i mbështetur, por pash që ishte një marrëdhënie kontradiktore midis dy palëve për pronë. Këtu nuk futëm dorë. Po ndërkohë atje ka dy probleme të mëdha shkencore që ja kanë premtuar dhe i kanë folur kaq herë. E para, që qeveria, kryeministri, ka hequr nga zona e mbrojtur, jo pak, po 1.600.000 apo 500.000 metra katror nga zona e mbrojtur ligatin e Bilunit. Kjo është e tmerrshme, që një kryeministër sa do mbretëje nuk ka mundësi të heqë nga zonat e mbrojtura pjesë të përndërtimit, sepse do të marrësh leje nga Ramsari, që është komenda në Iran diku 30 vjet përpara, Iran që i quan ligatinat pjesë e detit, pjesë e pa tjetërsueshme, i quan kategori e parë e mbrojtjes, dhe me shkallë të parë të mbrojtjes, që mund të jetë kategori e 8 mbrojtje, kategori e 4, kategori e 5, a 6 apo 7, ndërkohë që ka shkallën e parë të mbrojtjes. Kjo i ka dyja, edhe kategori e parë e mbrojtjes, edhe shkallë e parë e mbrojtjes. Pra, ti heq një zonë, jo 2 metra, po 1.600.000 metra katror, ose 160 hektar, për efekt ndërtim. Që do të thotë, kjo është gabimi i parë, që heq pa lejen e Ramsarit apo e komendave i UNHCR, komendave ndërkombëtare. Dhe gabimi i dytë për mua, si inxhinier gjeolog, inxhinier mjedisi, çfarë duash ti më quaj, gabimi i dytë është shumë i rëndë, që mbasi hiqet, kjo kthehet në zonë urbane. Pra, ai nuk ndërton në faqe mali. Dhe tani do të takojmë me atë, do ja them, nuk pje kur dakord. Jo miliona, po miliarda të janë. Miliarda nuk dalë dot nga vetë. Ta dish mirë. Ja kam dërguar të bisedë, po nuk e di se po mbien. Pra, dhe çfarë ndodh? Që në momentin që ti ndërton në 160.000 metra katror, ti do ndërtosh le të themi 50%, 80.000 metra katror ti ndërton. 80.000 metra katror do të thotë nisje përfaqe ku deti nuk hyn më e ky ndërtim. Kjo s'ka nevojë në shkencë madhe. Dhe duke qenë se ti zë ligatinën me lagunën, me ndërtim urban, deti nuk hyn më kjo se ajo do bëhet e fortë me platforma, me shtylla, me gjëra atje. Deti do vetë haj tash, po aq metra sa ti i ke zën frymën, 80.000 metra katror, që do të thotë 4 kilometra me 200 metra, pro 4.000 metra me 200 metra, bën 80.000 metra katror, do të thotë që nga aty që ndërtohet deri në bun dhe 100-200 metra thellë, ajo do kryhet se s'bën.